Pasqyra jon informative përpiqet si të garantojë një pasqyrim sa më të qartë dhe të saktë të fytyrave edhe të realitetit. E dim që problemi juaj më i madh nuk janë parat, por ama ju pëlqen që të diskutoni gjithë ditën për to. Unë e shoh që jeni në eufori. Edhe unë nuk them se të gjithë ju, jo, shumica e dërmuesit e juaj nuk është përdorues droga, absolutisht. Jam i bindur. Po ju çmendin parat. Ju çmendin parat e tendrave. Politikanët tanë e njohin mjaft mirë këtë hobin tuaj, ndaj gjatë javës së shkuar vendosën që t'ju argëtojnë duke diskutuar dhe votuar për buxhetin. Dhe që në nisje, ky diskutim mori trajta apokaliptike. Ky është buxheti i pastrimit etnik të Shqipërisë. Atëherë ju ftojmë për ta kuptuar më drejt këtë term të zotit Berisha. Pra, të spastrosh etnikisht një popull me anë të buxhetit të shtetit, do të thotë që t'ju japësh aq shumë para sa ata të kenë mundësi të shkojnë ku të duan për festat e fundvitit. Dhe mos ik me 8 vjetor. Faleminderit. Mos jam baf me 8 vjetor. Rinë zyrë. Mos jam baf me 8 vjetor, por rinë zyrë. Them. E pra, lumë vendet në krizë të Europës për para që do të vinë këtë fundviti nga shqiptarët. Madje, shumë zyrtarë të ambasadave të huaja kanë lajmëruar shtetet të tyre përkatëse që të mos e vënë fare ujë në zjarr për gjelin e detit këtë vit. Ose, thënë më troç, ta vënë ujë në zjarr se gjeli po vjen. Ju e merrni me çmimet larta dhe nuk zhvilloni dot vetëm jetoni. Po me sa po shohim i pjell kanë edhe gjelet edhe pulat aty. E si mund të ndodhë ndryshe në një vend ku në seancën parlamentare për buxhetin nuk flitet as për rroga dhe as për pensione, por vetëm për pasione? Po, le të kesh çdo makinë dhe në mënyrë absolute nuk harxhon kur më shumë se $5.000, €5.000 në vit mirëmbajtje. Maksimumi. A janë 40 makina? Sa bëjnë 40 makina nga 5.000? Bëjnë 200.000. Në vit, në 4 vite, 800.000. Që të mos ngatërroni, po ju rikujtojmë, po flasim për buxhetin e shtetit dhe jo për ankandet e bursës së Wall Streetit. Megjithse, nga njëherë këto të dyja duken sikur janë e njëjta gjë. Me falni për shprehjen, me 240 projekte, të cilat kompleksitet përbëjnë mbi 100 milion euro për pafalicat të zyrtarëve. Jo. Këtë nuk mund ta pranojmë si të vërtetë. Mbase po ti ishte për atin e popullit, po. Edhe mund ta besonim që politikanët do të bënin kaq shumë projekte. Po, për vete, nuk besoj se mund të bënin kaq shumë. Sa ishin? 236 projekte. Okej, 236, po. Kjo bën sens. Jo 240, se i bie që të kemi politikanët më të pasur se popullin pastaj. Edhe ku? Në një vend si Shqipëria, me një larmi të papar kapitalizmash. Kapitalizmi që kishim deri në vitin 2013, sipas meje, ishte i kapitalizëm zoologjik. Kafsha më e fortë fitonte më shumë. Edhe ferma e kapitalizmit tyre sigurisht kishte një bari që tani gjithë ditën merret me griqën tonë. Ashtu sikurse çdo gjë tjetër këtu në Shqipëri, edhe ky model i kapitalizmit ishte marrua nga vendet e tjera. Dhe më saktësisht, kapitalizmi zoologjik ishte huazuar gjatë një binjakëzimi të qeverisë më parshme me shtetin e Karaçit. Që t'japim hakun, qeveritë tona e kanë kuptuar që kapitalizmi i llojit zoologjik nuk po funksiononte dhe në këtë mënyrë ata mbyllën dhe kopshtin zoologjik. Mbyllet përkohësisht kopshti zoologjik, pas shfaqjes së videos në rrjetet sociale ku një prej kafshëve të pakta, Kali, pasi sulmohet nga demi, lëvizte me organe jashtë, drejtori i Vodrynit në oazit të vetëm të kafshëve të egra dhe të buta në Tiranë. Kjo erdhi si pasojë e sulmit të opozitës së atërshme ndaj të gjitha kafshëve të këtij kopshti.
ne do t'i shkojmë deri në fund këtij procesi dhe do të bëjmë gjithçka mundemi për të nxjerrë jo vetëm lepurin nga strofulla, por edhe çaket, hienat, urithët, madje dhe arushën e madhe nga pylli i korrupsionit. Dhe kështu, pas shumë sulmeve të tilla të vazhdueshme, kapitalizmi në Shqipëri erdhi duke u zbutur derisa, siç thotë edhe populli, u bë qinj fare. Po pyetja është çka kapitalizmi kemi sot në Shqipërinë? Kapitalizmi që kemi sot ne pa bërë shaka nuk është zoologjik, po është blektoral. Është blektoral, ky është kapitalizëm blektoral. E pra, kapitalizmi nuk ka se si tjetë ndryshe në një vend ku qeveria i ka rënë të thellë në rilindjen kombëtare, e cila në thelb të kryeveprës së saj kishte blektorin. O malet e Shqipërisë, e ju alicat e gjatë, fushat e gjera me lule, u kandër në vitën atë. Kapërcimi nga kopshti zoologjik tek ferma e kafshëve të George Orwellit duket si një hap mjaft i madh. Por nuk është e thënë që shqiptarët të bien dakord, sidomos për llojin e kapitalizmit. Këta ka një kapitalizëm folklorik. Folklorik. Rofshë qofshë kryetar. Ky është kapitalizmi i tyre. Për një opozit që deri dje ka udhëhequr sipas kapitalizmit zoologjik, ai blektoral është mjaft i butë, ndaj është shumë normale që të kërkojnë diçka më të fortë për dhëmbët e tyre, megjithse mund të rezultojë fatale për dhëmbët e popullit. Duhet bërë mjaft kujdes me kafshimet, sepse në kapitalizmin folklorik ta marrin kafshatën nga goja. Gjatë seancës parlamentare u hodh një ide mjaft interesante për menaxhimin e buxhetit që besoj se nuk do të dilte keq, po të bëhej ashtu. Së fundi, prap me modesti, ndaj skifterëve dhe mendimtarëve ekonomik, të rilindjes do sugjeroja, a nuk i jepni më mirë menaxhimin e buxhetit me koncesion? Pra, fondet, pagat apo pensionet të jepen nga një vend tjetër i cili do të ngarkohet me këtë detyrë. Dhe ne do ta paguajmë atë për të menaxhuar paratë tona. Pra, për të qenë më i saktë, unë t'i jap 10.000 lekë në muaj që ti menaxhosh ato siç duhet. Dhe nga ana tjetër të paguaj 100.000 lekë rrogë për këtë menaxhim. Për mendimin tim që koncesionet në Shqipëri kanë dështuar. Edhe kjo mazhorancë përvoj që shumica koncesioneve fatkeqësisht dështuan. Edhe ajo që nuk duket askund në horizont, dhe dikush është kufiri i koncesionit. Pra kufiri i parimit koncesionit. Ku mbaron parimi i koncesionit? Kush janë gjërat që jepen dhe kush janë gjërat që nuk jepen? Nuk jam dakord me këtë mendim të zotit Blushi, vetëm nëse koncesioni do t'i jepen ndonjë firme turke ose kineze. Por, mos ja rini beqës ta zgjedhë kompani, se do marrin një kompani detergjentësh për të menaxhuar buxhetin e shtetit. Këtu duhet të tregojmë të drejtë dhe të mos e fajsojmë fare zotin Beqja, pasi me gjitha të debatë rreth pastrimit, do e mos, vetëm një kompani detergjentësh mund të bëjë derman. Ta pastrojmë Shqipërinë. Disa mendojnë që duhet ta pastrojmë Shqipërinë nga gjyqtarët e korruptuar, disa mendojnë duhet ta pastrojmë nga kriminalët që u evidentuan këtë parlament, disa mendojnë duhet ta pastrojmë Shqipërinë nga të paaftët, disa mendojnë duhet ta pastrojmë Shqipërinë nga ata që thonë që Shqipëria nuk po ecën mirë apo rrugë në dur. Mua më pëlqen fakt që më mirë bëjmë debat për pastrimin se për ndotjen. Është shumë mirë që të debatosh, por në aspektin politik është akoma më mirë të punohet se sa të debatohet. Blushi nuk bën keq që shtron pyetje, ama cila do të ishte përgjigja që merr? Fluturoni. 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 Tham përgjigje edhe jo fluturime pindarike.
Po, ajo që na bëri mjaft përshtypje gjatë seancës parlamentare për buxhetin edhe për llojin e kapitalizmit, ishte interesi mjaft i madh i politikanëve për këtë çështje. Dhe ky parlament ndër vite e ka provuar. Kush mendoni se beson se ka ndonjë fije seriozitet? E pra, ky është një lajm shumë i mirë për popullin, sepse tundja e zinxhirit tregon që punët janë në terezi. Kështu që nuk keni pse shqetësoheni fare. Me 24% rritje e çmimit, do themi gjë këtu. Ata që njohin të sektor e din. Pra kjo pame, zgjatimi i buzëve në formë elipsoidi nuk tregon që parlamenti ynë ka interes ndaj anës estetike. Jo, politikanët tanë, nga që e vlerësojnë shumë popullin, duan që të duken sa më mirë përpara tij. Ke detyrim të ulësh çmimin. Dhe tani do një akt tjetër shumë keq. E qeshura e kryeministrit nuk tregon se atij nuk i intereson ajo çka thot kundërshtarit i politik, por krejt e kundërta. Ama akoma më interesante u bë situata kur interesi i debatit kaloi nga buxheti tek hierarkia e shtetit. Ajo që është akoma më gallat është një deklaratë që bën në një emision televiziv imami i ekonomisë shqiptare, se kam fjalën për Ramën. Në hierarkinë fetare të Rilindjes, Rama i bie te kalifi. Unë po flas për imam. Nuk e kam as për Çimin. Çimi është hoxha fshat. Nuk kam shumë. Një gjë është e sigurt, që Gens Rulit nuk ju dash ka lënë në dorë formimi i qeverisë, sepse në këtë mënyrë ai do t'i njante më shumë një shteti religios. Ndërkohë, duke parë që situata po trajtohej në një gjuhë çobançe, një herë zoologjike dhe pastaj blektorale, Vanjel Dule i angop me latinisht, duke katuar kështu një çorp të mirë. Dura lex, sed lex, ligj është ligj, ligj është për të gjithë. Po kryeministri ynë ngjan me një njeri që ka marrë një çekiç në dorë. Dhe gjithçka që ka përpara i ngjan me një gosht. Që kërkon t'i bie. Vetëm këtë pjesën latinisht ne e morëm vesh, ndërsa ato të çekiçit nuk e kuptuam, sepse me sa dim ne, kryeministri diti ngul mirë goshtat. Hajde bie goshta ngulet të tani. Almali. Majti premtimi, majti. Pas problemit të goshtofobis, apo frikës së zotit Ruli se mos i dukej kryeministrit si një gosht dhe ai e ngulte atë diku, ai në mënyrë indirekte propozoi kalimin e sistemit ekonomik dhe politik në kapitalizëm bujqësor. Ai mund të ketë parë në IZ, për shembull, nëse ne kemi çuar atë kungullin e vogël në Singapur me një kontenjer, me qenë se në vitin pashme ka qenë 0, 1 kilogram po çoshi 100% dyqohet. E ndofta e ka pasur tu kryeministri im. Mbase, ky mund të jetë në një refleks i ka mbetur zoti Ruli, që është nga koha kur ishte ministri i bujqësisë. Por një kungull që shkon deri në Singapur, me siguri do të jetë ai kungulli që e bezdiste shumë kryeministrin e Rulit. Kungull mos të mbiftë fara nga do shkoj me del për para. Duke parë që po kryoshin sërish insinuata të paqarta të cilat populli mund të mos i merrte vesh, Dule e merr sërish situatën në dorë për të bërë gjithçka të qartë. Si gjithmonë, në latinisht. Cui bono, e ka thënë Ciceroni që para lindjes së Krishtit se mbas çdo politike ekonomike fshihet pyetja. Cui bono, kush përfiton? Në një moment arsyetimi, Dulja do të ketë menduar se ndonjë qytetar edhe mbase mund të mos dinte latinisht. Kështu që ai mendoi që t'i kthej gjuhës së tij të origjinës. There are lies, damn lies and statistics. Kështu e kupton si ai që shet misrat e Kalidemi, ashtu dhe ai që mbill misër në bathore. Dhe kur gjithçka qartësohen gjithashtu dhe idetë e politikanëve të cilët ka raste që dalin edhe në konkluzione të shëndosha. Ne kot rrim këtu në parlament.
Përveç modeleve të kapitalizmit, Europa në ofron dhe shumë modele korrupsioni. Më interesanti është ai austriak. Rushfeti që zakonisht jepet në dorë, në zarf, ose futet në xhep, në Austri i jepet në një formë tjetër. Pra, korruptuesi në këtë model i hedh parat në lumë dhe i njofton të korruptuarin se ku duhet të dalë ai për t'i pritur. Këtu e ka origjinën edhe shpreha: po shurrove në det, kripa ta sjell atë në gjell. A e pat makinën det, e kujt ishte makina në det? Më thoni mua. A e dini kujt ishte? Makina e habilve. Habilve. Po, e habilve. Po si e nxori deti shkret. Shpresojmë që gjatë pushimeve verore, deti të na bëjë dhe neve surprizat të tilla. Publicitet.